Ata janë parazit të mendjes, zotërojnë njerëzimin dhe manipulojnë mënyrën se si perceptojnë të gjithë. Fjala më e përshtatshme që mund të thuash për arkontët është mashtrim. Janë mashtrues. Dhe ajo që sajojnë është një përmbysje e rendit natyral. Pra, gjithçka bëhet e ndërgjegjshme, edhe përmbysja e realitetit bëhet e ndërgjegjshme. Dhe gjithçka që lidhet me arkontët është e fiksuar mbas vdekjes, që është e kundërta e jetës. Dhe kështu ekzistojnë edhe ata që i adhurojnë këto ide. I zbatojnë këto ide në ritualet e tyre të fiksuara mbas vdekjes. Kulti i vdekjes, ja çfarë janë këta arkontë dhe ndjekësit e tyre që synojnë të shkatrojnë shfarosin, ndërkohë që rregulli natyror është jeta dhe bollëku. Shikoni se si funksionon sistemi. Luftra, OMG, gjurmë kimike, mish sintetik, pandemi, viruse, vaksina, pedofili, transhumanizëm, transgjini, etj. Sistemi arkontik po shkatron jetën me luftën, po shkatron natyrën me zjarre, helme e të ashtu quajtur energji e gjelbër, po vret specit e gjalla me frekuenca e viruse. Kjo është bota e arkontëve.